se dhe ne e mira jo. Qa ka shtëpia ka pasit mirë. Nëse ne kena producent edhe është aktor i shkëlqyshëm dhe na kur e veçëm, hajde po bojna diçka, e dini një rast para një 7-8 vjete, kena qenë studio të RTK-s dhe atje pak janë do rregulla ma strikte edhe ka ardhur një skenar ku ka thonë me mush dhomën me ujë, edhe më thirr. Atë bën, atë të mushim studion me ujë. Sa po mos pas po mujna me dëmtu diçka, po den thashë vallaj veç tash drejt po them veç ecim na qesim pi puna, nëse thonë pse ke dëmtu. Tha, po do me provu tha me mush skenografin me ujë, thash po vallaj. Që e foka pa din të qysh, po moshe skenografi. Edhe si që të pi puna? Ja, pështu përva. Dom kena bo, po e kështu që kena eksperimentu shumë, kena eksperimentu me edhe me zhanë, dhe më thonë, a kthejmë ku, a përdorim kostumografi ndryshme. Brena kushteve që kena pas, si formato komedi, po brena qasaj komedi zë shka kena bo. Një serial cilin e përmendë pak ma herët, ke Adnan Kafazi, është një film që është gjiru në ko... Një film, që është gjiru një film në ko rekord, e di që është gjiru mrena 30 ditëve nëse s'gaboj. është gjiru shumë shpejt, a? Po, ko rekord mi thonë, që ashtu ishtë dash më gjiru këtë filmat, po më nej, qatë se të kushton tani, por ndryshe filmat e që, mi thonë kështë në vetë financim së më takon, po, ku nuk kanë e farë përkrajt madhe financu se ty të vjen adin mi kry ma shpej se la dito kosta. Edhe në organizimi mirë, kur është organizimi mirë të i krynë, di si kena pas 22 ose 24 ditë gjirim, me një periodu, një pauzë pak ma të madhe dhe kena... Sa ku për para pregaditit nështë këtë rrjedha edhe këtë procesi i realizimit një filmi? Gjësqysh i ki një 16 ditë ma here që dush me punu në ta. Kur vjen skenari, gashme ta një gjithja lokacione, aktorët, do më thonë, komplet qaj procesi si të bjendi. Qa fa nështë ta diqka që e cilësën shumë si armë të forte të aktorë, qka nështë ta këqyrë kër jenë në intervjiste ta? Qa të rhek nështë ta? Qka dë bënë nështë ta me besu që për një me që kënjeri është fiks për qëto? Veç që adon projektin. Do më se tja shë, unë mënoj që diçka si të ka entuziazmin e njësi kur ti për qatë prodhem, funksionan. Ja gjenë venin, se unë e kom thonë, 100 herë kom thonë, aktorët që nuk ka, veç du të mja gjitë venin. Do më thonë, nëse një rol nuk e përshtatet, në tjetërin të shkrin. Ekstremi mirë. Kështë që nuk mund në shkru me para gjyky për një rol, dush me ja gjitë venin ku përshtatet, ama duhet me pas vullnetin për me ardhë, me punu qatë projekt. A ka shumë rastet shumë ta ndërshtat që dikush nuk, njëtën e vetë nuk ka paramenu që mundet me ko një aktor i mirë, edhe së dhe është një aktor shumë i njohur në tregun tonë? Po shumë. Ska studiu. Unë e di që numri njerëzve që pranon në aktrim është shumë i vogël, po mandej aktor kemi këgja shumë. Krejt që kanë sot, që kanë arrit në aktrime kanë qatë njën. Menoj që ashtu është, paka shumë nështë ta, dikush e ka një vetëbesim pak ma tepër, dikush e ka qëllimi ma të madhë të të arritja, po ata që janë sot në trege dhe janë aktive, dhe janë që sa vjetë e kanë qatë njën. Najna tregi vogën, funditës, ka njerë po dush me pasë dhe shumë fatë për me të pranu publika që shqy pranujnë aktorë. Qëto e kom të shkrume një diçka që pas të ke thonë te, edhe thë t'jesh regjistorë është e pështirë, për një gjë duhet ta bëni të mos dërzojni asë njëherë. Sa është e pështirë mos të dërzu të na? Kure pas na.